Zoti Boxhi, ju kërkoni kështu qeveri teknike si kusht për zgjedhjet. Nëse kryeministri Edi Rama nuk pranon siç ka bërë deri më tani, a do t'i futeni zgjedhjeve me këtë kod dhe këtë komision apo do të shkojmë drejt një bojkoti të dytë? Tani përpjekja jonë dhe mënyra se si e bëjmë përpjekje nuk kanë përfunduar. Jemi në proces i rëndijim. Kemi përcaktuar që protestat janë një proces. Është thirrur protesta e datës 17, nuk është tërhequr Partia Demokratike nga synimi të qëndrimit i saj. Përderisa ne vazhdojmë protesta dhe përderisa themi që ka dhe mënyra tjera për protestuar. Kemi një gatishmëri të grupit parlamentar që dha i të reagojë brenda sallës kuvendit, jo vetëm me fjalime, jo vetëm me përplasje, jo vetëm me interpelanca apo mocione debati apo komisione hetimore, por edhe format pandodhurat pa parën parë. Jemi në një rritje të mënyrës se si ne e realizojmë protestën. Kështu që nuk mund të themi gjëra të tjera nëse përderisa ne jemi në një vazhdimsi reale dhe do insistojmë në kërkesën tonë, sepse nuk është një kërkesë politike, është një kërkesë që vjen për shkaqe të keq qeverisjes, që vjen për shkak të sjelljes së Ramës në raport me parlamentin, në raport me institucionet, edhe të sjelljes tij në raport me synimin dhe qëllimin dhe dëshirën që ka Shqipëria për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian. Jemi në një krizë tërësore, politike, sociale, institucionale, paksa dhe ndërkombëtare dhe sigurisht krizat politike dhe krizat e shumanshme, siç i parashtrova, kërkojnë një zgjidhje politike. Dhe në këtë rast, opozita gjykon që vetëm një zgjidhje politike i jep zgjidhje krizës, por kjo zgjidhje politike duhet kalojë nëpërmjet një qeverie teknike e cila duhet garantuar së pari zgjedhje të lira të ndershme. Mos harrojmë që kemi një raport ose be Odirit, i cili qartësi përcakton që kjo qeverisje nuk mund të realizojë më zgjedhje sepse partia është bërë njësht i shtetit. Rama përdor gjitha burimet financiare, njerëzore, patronazhimin kriminal politik, banditizmin politik dhe çdo gjë tjetër aset jo politik që ai e ka dorë për të marrë pushtet politik. Dhe siç e kemi parë, kjo qeverisje është kapur në korrupsion, apo jo? Dhe siç e kemi parë, ajo bën rezistencë ndaj këtij korrupsioni, madje godet drejtsinë që Gjoja krijoi vetë dhe nuk pranon të dorëzojë as ballutin, dhe Rama nuk pranon as vetë të shkojë dhe të paraqitet si njëri që ka njohuri për shumë afera korruptive, që janë hetuar nga SPAK, nisur nga incineratorët, vazhduar me laboratorët, vazhduar me koncesionet e tjera dhe vazhduar dhe me aferat e tjera që janë në hetim. E gjithë kjo situatë na bën që ne patjetër vazhdojmë rrugën tonë, synimin tonë për qeveri teknike dhe zgjedhje të lira dhe të ndershme të parakoshme. Zoti Salian ju dënua me burgim për kallëzim të re në dosjen Babale. Shumë thonë se Partia Demokratike e shiti Salianin duke përdorur dënimin e tij si karburant për protesta. Çfarë mund të themi për këtë zoti Boxhi që një nga zërat më aktiv të Partisë Demokratike është përjashtuar, apo jeni kundër kësaj retorike? Spari nuk është përdorur si karburant për protesta, sepse nuk mendoj që ka pas një arsye bazike vetëm kjo për të bërë protestë. Partia Demokratike i ka përcaktuar qartë dhe saktë synimet e saj dhe arsyet e daljes së protestë. Dhe unë në përgjigjen time të parë pak a shumë i parashtrova kush janë arsyet. Megjithatë, sigurisht duhet të themi që Partia Demokratike e ka mbrojtur figurën e zotit Salianit dhe vazhdon të qëndrojë asaj ide që burgosja e tij ishte një burgosje politike e stisur nga lidhjet që Partia Socialiste ka me sistemin e drejtësisë, se nuk i ka sotme, nuk i ka poshme, i ka pasur që në inicim të reformës së drejtësisë, duke nisur nga vetimu, nga emërimet e ndryshme që u bën gjyqtarëve në nivelet larta të sistemit të drejtësisë, por dhe në nivelet e tjera
Ndërsa fakti që është i vetë përjashtuar është një fakt i një karriere politike që ka ullje dhe ngritjet e saj. Dhe përderisa është një vetë përjashtim, unë them që interpretimet e tjera janë të tepërta. Në Parti Demokratike ka një statut i cili duhet të zbatohet, i cili është i ditur për gjithë antarët dhe drejtuesit e Partisë Demokratike, dhe cilët e kanë për detyrë që t'i përshtaten atyre rregullave që ka përcaktuar statuti i Partisë Demokratike. Sepse pjesëmarrjet në parti politike vërtet janë vullnetare, por vullnetare mbi bazën e pranimit të këtyre rregullave. Kjo është situata dhe në këtë situatë Ervini ka ecur vetë. Nuk është se e shtyu dikush që të realizonte këtë konkludim të vetë përjashtimit të referuar nenit 24 të statutit Partisë Demokratike dhe nenit 10 të kodit të etikës për çdo antar të Partisë Demokratike. Zoti Boçi, a mendoni si rrjedhë kësaj situate që do gjendet një gjuhë e përbashkët mes Taliani dhe t'i hapet rrugë garës transparente brenda partisë? Tani, ne s'ka palë, midis palëve ka marrëveshje, ka gjëra, këto janë veprime të një antari apo të dikujt tjetër i cili ka thyer këto rregulla që unë i parashtrova. Dhe nuk ka nevojë fare as për negociata, as për gjuhë përbashkët dhe as për ndërhyrje të tjera. Tash çdo njeri është i ndërgjeshëm kur hyn në një formacion politik, pranon gjitha rregullat që formsojnë formacionin politik dhe në rast të kalimit të këtyre rregullave vijnë pasojat automatike. Se çfarë do ndodhi në tartën pastaj, kjo është në dorë të vetë zotit Saliani. Tani për tani situata është kjo që ne parashtrojmë. Pra kemi një vetë përjashtim, nuk ka të bëjë fare me garën në Parti Demokratike, vetë përjashtimi ka ndodhur kohë para se të hapesh gara për krehun e Partisë Demokratike, dhe në këto kushte është një veprim që ka marrë pasojën e tij para se të jemi përballë kësaj pyetje që ju parashtruat. Unë mendoj që e ardhmja është në vazhdimsi dhe çdo gjë mund të modifikohet apo mund të rregullohet në bazë të mënyrës reagimit të çdo antari të Partisë Demokratike në raport me respektimet që ai duhet realizojë brenda aktivitetit të tij politik. Zoti Boçi, sa i përket SPAK, nëse nesër vini në pushtet, a do t'i shpërbëni këto institucione që sot të quhen si celula të partisë shtet? Tani, kjo është sqaruar si çështje, por dhe është sqaruar njëkohësisht si qëndrim i Partisë Demokratike, edhe nëpërmjet kryetarit të Partisë Demokratike dhe nëpërmjet funksionarëve të tjerë të Partisë Demokratike. Patjetër që ne kemi një sistem drejtësie i cili thash që me inicim ka rezultuar që është i komanduar politikisht nëpërmjet një procesi i cili pati shumë pasoja të vendosjes në të njerëzve të pamerituar, siç dolin parë rasti i Gjoka, apo e gjyqtares së famshme, apo raste të tjera. Pra kemi një vendosje politike brenda SPAK-ut. Kjo bën që në momentin që Partia Demokratike merr përgjegjësinë e saj ekzekutive në bazë të ligjit, hapësirës që ajo ka, të realizojë një lloj reformimi real, konkret, duke depolitizuar këtë link të lidhje të fortë që SPAK-u sot e ka me politikën, duam s'duam ne, pasi u kontaminua rrugës, njerëz thash që nuk e meritonin u bën pjesë e sistemit, edhe e SPAK-ut madje, edhe njerëz tjerë cilët u morën me reformën drejtësi, që premtuan fillim që nuk do ishin pjesë e organeve drejtuese të drejtësisë së re, sot janë pjesë e organeve drejtuese të drejtësisë së re. Janë shkelur disa parime dhe disa rregulla. Ne nuk arrim në konkludimin do e shkrim, jo, SPAK-u është përshëndetur nga Partia Demokratike që në momentin e krimit të tij nuk dha prova të forta dhe prova e parë e zjarrit e tij ishte krimi elektoral. Dhe dosjet 184-339, ju i dini shumë mirë, dhe këto dosje nuk u morën në konsiderat në SPAK-u, madje i transferojnë në prokuroritë e rretëve dhe dihet si përfunduan pastaj ato dosje
pothuajse duke lënë jashtë penaliteteve dhe jashtë hetimeve figurat kryesore politike që ishin autor të krimit zgjedhor të asaj kohe. Dhe meqense jemi ke krimi zgjedhor dhe kemi pas zgjedhje e 2025-s, pak gjoja ngriti një dallë shumë të madhe, që ai do mbikëqyrte zgjedhjet, do gjente aty krimin zgjedhor, do parandalonte, sepse kështu shprehen, u shpërndante prokuror në qarqe të caktuara, por ama asgjë nuk ndodhi. Krimi elektoral ishte perfekt, ndodhi para syve të tyre dhe para çdo qytetari dhe prodhoi një rezultat që nuk është adekuat me vullnetin e qytetarëve. Pra ja ku kemi element shumë thelbësor, se nuk janë ansor, ku duhet patjetër të ketë modifikim, të ketë ndërhyrje, me qëllim që SPAK-u të jetë vërtet i pavarur, vërtet të krijoj balancë, të mos bëjë diferenca në atë që heton, në atë që ai kërkon që të punohet, apo të përjashtojë çështje të caktuara, apo të sillet në forma dhe mënyra jo të përputhshme me një hetim për çështje të caktuara. Këtu e kam fjalën për mosthirrjen e kryeministrit, thash më përpara që ai është person dijeni, jo vetëm dijeni, është autori kryesor. Në fakt të thirret si person dijeni, sepse është ai që firmosi 70 vendime brenda një vite për incinerator, është ai që inicioi incinerator, është ai që ka iniciuar sterilizimin apo koncesionet e tjera, laboratorët apo aferat e tjera, është ai që del në dosjen e Ballukut, që është 16.000 faqe, në inicimin e saj, më shumë herë se sa vetë zonja Ballukut, sepse është ai koka kryesore e aferës së Akshit dhe e rrugëve. Dhe që është një person që patjetër duhet të ishte thirrur. Kjo është ajo, mosbalanca që sot nuk realizohet, sikurse kemi dhe çështje të tjera të mënyrës se si është sjellë SPAK-u. Unë e njoh mirë çështjen e incineratorëve, për arsye sepse jam i lidhur me Elbasanin, një kam qenë pjesë e komisionit hetimor. Dhe që fillim kam paralajmëruar që SPAK-u po copëzon çështjet veç Fieri, veç Elbasani dhe veç Tirana, ndërkohë që ajo është një mega aferë, sepse ka të bëjë me incineratorë, ka të bëjë me Ramën, me qeverinë e tij, nuk ka të bëjë vetëm me individ caktuar, me Lefter Kovër, që ishte antar i qeverisë, pra ka të bëjë me qeverinë, nuk ka të bëjë thjesht me Arçipllakun, që dhe ai në momentin e kryerjes veprës penale sipas SPAK-ut, ai ka qenë njeri i ekzekutivit të qeverisjes. Pra, hetimi duhet përfshinte dhe segmentet e tjera të larta, përfshirë sekretarin e përgjithshëm të Këshillit të Ministrave, Angel Agacin, që është përjashtuar nga këto hetime. Pra, kemi shumë raste të sjelljes së SPAK-ut në mënyrë të diferencuar, në mënyrë profesionale, jo profesionale, ndoshta dhe me synime të caktuara për të lehtësuar nga veprat penale njerëz të tjerë, sikurse ka shumë raste kryebashkiakësh që nuk janë çuar deri në fund. Kemi rastin e Benet Becit që duket qartasi që është i përkëdhelur i SPAK-ut për shkak të lidhjeve që mund të ketë aty brenda, për shkak të interesave të tjera për te lidhjeve, por që shihet qartasi që nuk ka një standard drejtësie, një drejtësi që ai qytetari i thjesht ta besojë drejtësie, që drejtësia vepron njësoj dhe për atë kur ai kapet në shkelje flagrante të ligjit, por edhe për një qeveritar si Belinda Balluku, kur ajo kapet në shkelje flagrante sipas ligjit, sepse aferën e llogaras e di madh dhe i vogël, një firmë për lan 50 milion euro, dhe nuk është e vetmja. Kemi miliona të tjera që janë në dosje, që janë duke dalë, kanë dalë, por dihet që Rama ka vendosur një barrierë fort politike dhe kërkon të avancojë, madje ai pretendon të fusi tani ndryshimet në lenin 225 kodit procedurës penale, që krijoj një mbrojtje totale për të dhe për antarët e tjerë të qeverisë, gjë që është krejt absurde, por që tregon qartasi që ne kemi një drejtësi ende anemike, apatike, e cila e shen në sy politikën, merr aprovimin e saj kur do të veprojë, por nuk e tejkalon dot politikën. Them këtë
në konkludim të mënyrës sjelljes SPAK-ut në raport me kërkesat e Ramës. Kur Rama kërkonte që të arrestonte Ilir Metën dhe Sali Berishën, SPAK-u e bëri, ishte një kërkesë politike në Asamblenë e Partisë Socialiste. Dhe normal, kur do Rama, pastaj që SPAK-u mos hetoi dhe mos arrestoi Ballukën, i ka ndërtuar barrierën e heqjes së imunitetit në parlament. Pra e gjithë kjo situatë dëshmon qartësi që ka nevojë për një ndërhyrje thelbësore brenda strukturës së posaçme, por jo vetëm brenda kësaj strukture, dhe në sistemin e drejtësisë, sepse kemi qenë dhe jemi dëshmitar të shumë vendimeve që vijnë nga nivelet të ndryshme kryesore, që nuk përputhen me realitetin, jo se nuk pëlqehen nga ne, por se përdoren dy standarde në rast kur çështjet janë të njëjta. Kemi vendime të kundërta dhe qartësi duket që janë vendime të ndikuara politikisht. Zoti Boçi, çfarë pritet të prodhojë më tej protesta e radhës e Partisë Demokratike? Tani protestat janë procese përcaktova dhe 17-a është një vend ndalimi i këtij procesi, apo vend protestimi, apo moment protestimi i këtij procesi protestues. Dhe ajo që pritet gjithmonë është që protestat jenë më shprehse, që kanë më shumë zemërim brenda, duke pasuar realitetin, se qytetarët janë zemëruar, dhe duke gjetur dhe forma të tjera, kemi thënë gjithmonë kreative, të mënyrës të shfaqjes së protestës, sepse kur ne bëjmë protestën shumë të madhe, fillojnë thonë është përsëritje. Kur pastaj gjejmë një formë origjinale, fillojnë e merren me numra. Pra ne duhet të gjejmë, kënaqim paksa edhe këtë opinionin e fortë mediatik dhe paksa dhe atë publik. E rëndësishme është që protestat kanë qenë lidhura ngushtë me njëra tjetrën, kanë qenë një lloj vazhdimësie dhe themi forcia atyre ka qenë gjithnjë edhe më e madhe, që ka dëshmon që edhe zemërimi dhe mënyrat protestuarit kanë qenë në përputhje me atë realitet që sot shqiptarët e shprehin në tavolinat e tyre, familjet e tyre, në bisedat e tyre, që në Shqipëri ka nevojë për një ndryshim të fortë politik, që në Shqipëri ka nevojë për protesta, sepse protesta nuk është thjesht një modus vivendi e opozitës, por është shndruar në një mënyrë ekzistence ose mënyrë lufte që e bën shoqëria ndaj padrejtësisë. Dhe ne do vazhdojmë, data 17 tash është një moment, do vazhdojmë edhe më tej, duke kërkuar të arrijmë atë qëllim që nga i cili nuk heqim dorë, dhe që unë besoj që me këmbgulje, por edhe me mbështetjen e qytetarëve, sikurse me mbështetjen e kombëtarëve, ne të arrijmë këtë qëllim që sot e kërkon publiku shqiptar dhe shoqëria shqiptare. Nuk është një kërkesë puro politike, nga ato që politika i bën, ka arsye, ka argumenta, por që sot të ndërthuren me kauzat qytetare që politika, opozita i ka marrë dhe i ka shtuar në kauza politike, sepse zgjidhja e kauzave qytetare kalon në përmjet të zgjidhjes. Zoti Boçi, shumë nga ish bashkëpunëtorët e kryeministrit Rama janë sot në burg ose në kërkim nga SPAK. Pse opozita nuk po arrin ta kthejë këtë korrupsion galopant në vot pro Partisë Demokratike, apo pse njerëzit preferojnë një qeveri me ministra në burg sesa një opozitë që premton ndryshimin? Spari Emanuela ka një standard moral në demokraci, se prandaj është demokraci. Momentin kur një qeverisje kapet me kaq korrupsion sa që ju e shpreh, e vërtet është akoma më madhe kjo e vërtet që ju shpreh, atëherë në mënyrë automatike, në një vend demokratik, kryeministri largohet dhe bën zgjedhje të reja, sepse ka humbur besimin ndaj qytetarëve, ka humbur angazhimin e tij dhe nuk përfaqëson më interesat e qytetarëve. Pra dashje pa dashje, ju tani keni pranuar me pyetjen tuaj që kjo qeverisje nuk përfaqëson interesat tuaja, të mia, unë jam politikan ndoshta, por jam dhe qytetar, por në radhpar të gjithë qytetarëve. Dhe normalisht, nëse do ishim vend demokratik, me parime dhe standarde demokratike, si Europa ku kërkojmë futimin, atëherë kryeministri duhet të ishte larguar. Por ky nuk largohet me
tezën që ju e parashtruat në pjesën e dytë të pyetjes, që e preferojnë qytetarët. Ky është i korruptuar, ky është i keq, ky është arrogant, ky është sharrës serial, edhe me gjitha ato metat që ka, por nuk bindën nga opozita, thonë se kjo nuk bindën nga opozita. Dhe kjo nuk është e vërtet, kjo është e spinuar në mediatizim total, në kapje mediash, në mënyrën si menaxhohet komunikimi politik dhe mediatik në Shqipëri, sepse është emet e sistemit, si jemi në demokraci edhe në politik, sepse e vërteta është që unë e shpreha që njerëzit janë zemëruar se protestat e dëshmojnë që jo vetëm protestat, por edhe opinioni, përsi ai bruto i vërtet, jo që transmetohet nëpërmjet ekraneve. Dhe kjo tezë e shpërndarë në formë ti kërkon të fshej atë që kanë thënë europianët ndërkombëtarët, që shteti dhe partia janë bë një. Kur bëhet shteti dhe partia një, nuk ka burr nëne që t'i marrë atyre votën, apo t'ia marrë pushtetin me votë. Sepse dhe Enver Hoxha para 90-s, kështu e bëri, shteti dhe partia ishin një, 99.99% fitonte dhe ai, ndër vite dhe vite. Po, sa e doni shqiptarët ishte tjetër gjë, sa thoshte RTS-ja që e doni shqiptarët, ishte krejt tjetër gjë, ndërsa realiteti ishte krejt tjetër gjë. Pra, situata është krejt tjetër gjë, Rama përdor, s'dua të kalojmë përsëritje, të gjitha mjetet antipolitike, jo më apolitike, se të shprehem shumë, antipolitike. Një kryeministër që përdor bandat e krimit organizuar, bashkëpunon, që e le vendin pa porta për pastrimin e parave të pista, që përdor gjithë administratën për patronazhim politik këtu në Shqipëri dhe përtej Shqipërisë, që përdor paratë e buxhetit të shtetit për të blerë zgjedhje, shpërndan bonuse për 700 pensionistë, fal gjoba 2 miliard euro, normal, luan me interesa, dhe partia me shtetin janë bërë bashkë dhe nuk lejon që të kenë zgjedhje ndeshme. Këtë po kërkojmë që ta bëjmë qartë, që qytetarët ta shprehin vullnetin e tyre hapur. Nëse ju do të bini dakord me këtë situatë, unë kam një sfidë edhe për kryeministrin dhe opinionin, se edhe kjo pyetje është ndan opinion, po le bën zgjedhje të tjera ndeshme. Dhe atëherë shohim se kë do votojnë shqiptarët. Prandaj duhet qeveria teknike që mos përdori këto burime, që shteti dhe partia të ndahen, partia socialiste, të ndahen dhe të bëhen zgjedhje reale në Shqipëri. Qofse zgjedhjet reale pastaj konkludojnë që shqiptarët duan një hajdut në krye, ne mund vim prapë para jush edhe mund të ma bëni të pyetje dhe unë do ju jap atë përgjigje që reflekton realitetin dhe kush mund të jenë arsyet që mund të ishte kështu. Për mendimin tim, shqiptarët nuk e duan një hajdut. Korrupsioni dhe hajdutëria këtu nuk është e pranueshme, e keqja nuk është kaq e pranueshme, nuk është kulturë, nuk është perceptim, si e thanë, kush e thanë, ata që duan ta thonë. Jo, shqiptarët duan të kryen njerëz të ndershëm, duan krye familjar të ndershëm, edhe për veten e tyre dhe për shtëpinë e tyre dhe jo më për shtetin e tyre. Gjë që nuk është vërtet. Dhe qartasi ne duhet të jemi ata njerëz që përcjellin këtë mesazh. Shqiptarët nuk duan keqërisje, nuk duan hajdut, nuk duan njerëz të korruptuar në qeverisje, por duan njerëz të ndershëm dhe kërkojnë që ta shprehin vullnetin e tyre nëpërmjet zgjedhjeve të mira dhe të ndershme. Atëherë pastaj do të flisim për rezultat real dhe për dalë te ai konkluzion që ju e thatë, që mua nuk më pëlqen fare, që nga që nuk ka opozitë, janë qytetarët, opozita janë qytetarët, ne nuk jemi opozitë e ardhur nga një planet tjetër, ne jemi refleksion i qytetarit. Jemi të gjithë tillë dhe u them që po, qytetarët kanë besim ke opozita sepse kanë besim ke vetë atyre. Ato janë opozita numër 1 që merr formë politike, pastaj ke opozita politike. Ka skepticizëm apo ka distancë besimi, sigurisht që ka, sepse ka vite në opozitë mënyra si është goditur Partia Demokratike, ka qenë ekzemplare. Rama ka përdorur gjitha bateritë e tij për ta eliminuar opozitën në gjitha nivelet, në gjitha rrafshet, nuk ka arritur sigurisht. Opozita ka forcën e saj, sot ka edhe qytetarët me vete, dhe sigurisht janë duke ardhur dhe ndërkombëtarët opozitën, sepse në një moment caktuar e mbyllën një sy dhe e shfuduan një vesh dhe e panë se çfarë ndodhi në Shqipëri. Sot
për të mirën tonë përbashkët janë ndërgjegjësuar për atë çka kanë përballë si kryeministër. Para 2 ditësh, ju e dini shumë mirë, 9 vende kanë dhënë veton, kanë vendosur veton bllokimin e avancimit hapave të Shqipërisë drejt BE-s për shkak të keqeverisjes, sjelljes së Ramës me drejtësinë, sjelljes së Ramës me korrupsionin dhe sjelljes politike në tërësi dhe me opozitën të Ramës. Dhe qartësi duket që nuk ka më vend për një kryeministër të tillë, jo më vetëm në arenën ndërkombëtare, po sigurisht rreth parë e dëshmuar kjo në pjesën kombëtare. Dhe njëherë po e konkludoj, shqiptarët nuk duan hajdu mbi kokë, sepse e di mirë, e kanë provuar dhe shqiptarët janë njerëz me moral të lartë dhe nuk bëjnë negociata për hir të moralit tyre. Dhe din shumë mirë ta japin përgjigjen në atë momentin kur ai voton i lirë dhe i qetë pa presione për ta hequr nga puna, për të hequr pagesën, për ta penalizuar, për ta dënuar apo për t'i vënë pastaj përballë bandat e tij të organizimit. Zoti Boçi, nëse nesër Berisha vendos të tërhiqet për t'i hapur rrugë një figure të re, a e shihni veten si pasardhësin e tij? Ambicia ime është e shprehur qartazi, unë aktualisht jam nën kryetari i Partisë Demokratike dhe në zgjedhjet që vijnë sërish do garoj me pranueshmërinë e kryetarit të partisë, është ai që përcakton kandidaturat si nën kryetari i Partisë Demokratike. Unë tani për tani shoh si kryetar të partisë zotin Sali Berisha dhe nuk bëj nëse apo të zgjidhja gjëza. Unë jam njeri politik, jam shumë i përcaktuar politikisht, ditë parashikohet atë që vjen shumë afër politikisht dhe të gjitha këto element konkludojnë me atë çka u parathash. Kryetari i PS është Sali Berisha dhe do vazhdoj të jetë Sali Berisha. Zoti Boçi, si mund ta bindni për shembull një të ri që ka lindur kur Berisha ishte kryeministër dhe sot e sheh ato sërish si shpresën e Partisë Demokratike që ju jeni ardhmja? Kjo pyetja, domethënë përveç diversionit gjuhësor, nuk përmban diversion kuptimor. Sepse ardhmja nuk ka të bëjë fare me vitet që njeriu ka në shpinën e tij, por ka të bëjë me idetë që ai përcjell, me vizionin që ai ka, me mënyrën si imponohet në komunikimin publik dhe politik, në mënyrën si ushtron autoritetin e tij politik dhe në mënyrën se si jep zgjidhje situatave të vështira. Dhe nëse i marrim tërësi këto ne, një mendje freskët si Sali Berisha nuk ka nevojë t'ja numërosh vitet dhe një angazhim total që ka Berisha në ditë, në javë, në muaj, në vite, qartazi sfidojnë çfarë do lloj përcaktimi tjetër moshor. Mos bëhemi njerëz sklever të një kohe që ka relativitetin e vet. Nuk po përdor shprehje sa relative është koha, por dua të them që e reja e një lideri dhe e një personin politik nuk përcaktohet nga vitet. Tash përcaktohet nga ide, nga vizioni, nga angazhimi politik dhe nga aftësia për përballur situata të vështira për forcën e tij politike dhe për t'i dhënë zgjidhje reale, konkrete këtyre situatave. Gjë që zoti Berisha ka bërë në çdo kohë dhe në çdo moment.